Nga këto pamje, shumë kujt nga Florakët i shkon ndërmend si ka qenë dikur ky segment i lumit Gjanica në Fier. Një gangren për qytetin e Fierit, sidomos kur lumi dilte nga shtrati dhe përmbyste gjithçka që i dilte përpara. Por sot vazhdojnë po këto pamje. Por ka një diçka që nuk shkon. Ura kryesore mbi lumin Gjanica, siç shikohet edhe nga pamjet, ka problematik dhe të vjen keq kur shikon këtë situatë ku parmakët e saj dhe bordurat janë të dëmtuar ose janë rrëzuar duke u bërë të rrezikshme për kalimtarët, por sidomos për fëmijët e kësaj zone që shkojnë në shkollë. Është domosdoshmëri rregullimi i saj kur shikon gjithë këtë investim të lumit Gjanica dhe të lësh këto parmak të kësaj ure në këtë gjendje. Në këto pamje që kemi marrë për urën, ku kalojnë çdo ditë qindra banor, por edhe makinat janë të mjerueshme. Lidhur me rregullimin e urës, ARSH thot se ka ardhur koha që kjo urë të rikonstruktohet, përndryshe mund të shkaktojë aksidente fatale. Fakti që parmakët e urës janë të dëmtuar nga aksidentet do të thotë që pasojat mund të jenë edhe më të rënda. Të rregullojnë. Çaj mungon atyre? Është rrezikshme? Po se nuk është e rrezikshme, bie njeriu atje, edhe këtu Gjanicën. Na vjen ujë i lartë atje, ne u mbytëm atje me ujë. Jo, flasim për këtë të